Kandidatët e Partisë Socialiste kanë vijuar takimet me banorët e Shkodrës. Kësaj radhe takimi u zhvillua pranë sheshit Prekcali në qytetin e Shkodrës. Gjatë këtij takimi kandidatët vënë theksin tek rëndësia e votës me 11 maj, që është një votë vazhdimësie për projektet e zhvillimit të Shkodrës. Nuk duhet ta nënvlerësojmë as edhe një moment. Çdo minutë është i hupur nëse nuk veprojmë me qëllimin e përbashkët, me qëllimin që ma në fund me quzanin ton aty ku duhet, në bashkësi, në unitet, edhe me thanë fjallën ton një herë mirë se e dona Shkodrën të zhvillume për para në logon e Partisë Socialiste edhe tanë zbashko. Një këtë dile që po vjen edhe pak dit në konë met, të gjithë me votu numrin 5. Me votu numrin 5 vetëm për një motiv thjesht. Këto punë e mira që i kena nisë në Shkodër, ju me në dhonë mbështetjen, mënyrë si ti marrojmë dhe të vazhdojmë edhe disa punë tjera shumë më të mira. Është e rëndësishme të ecim në të njëjtën trajektore mbi ato gurt part themelit që tashmë janë vu, mos me neglizhu asnjë votë, sepse vota masive garanton fondet, garanton vëmendjen. Gjithë këtë zhvillim edhe gjithë këtë investim që është bën Shkodër, ta rjetëzojmë në gjitha lagjet e Shkodrës edhe ta fuqizojmë edhe më tepër. Jam shumë krenar dhe shumë i privilegjuar që jam pjesë e këtij ekipi dhe pjesë e kandidaturave të hapura për Partinë Socialiste. Jam mundu me bëj punë të mirë, por tash e kena në dorë me bëj punë të rrallë shumë më të mirë se sa punë që la me pas. Jena këtu për me e bë Shkodrën më të mirë edhe jena këtu për me e bë Shqipërinë më të mirë. Po Shkodra bëhet më e mirë dhe Shqipënia bëhet më e mirë nëse të tani edhe të tanë ju besoni në vizionin që ka Partia Socialiste për Shkodrën edhe për Shqipërinë. Nga ana e tij drejtuesi politik Benet Beci u shpreh se ekipi i kandidatëve të Partisë Socialiste është ekipi i tij për punët e mira për Shkodrën, që do të vijojnë pas 11 majit. Ne në 2 vjet vetëm dham provën që ne në 2 vjet mund bëjmë atë që s'është bë në 30 vjet në Shkodër. Një mënyrë tjetër e menaxhimit dhe e bërjes punëve në një bashki. Bërja e kapotave, rregullimi i pallateve siç e kena filluar në gjithë Shkodrën, e tash ka ardhur radha që Prekcalit ta ndryshojmë komplet ftyrën e kësaj zone që e meriton dhe është shumë shpejt do ta kemi projektin. Ky është moment i zhvillimit të qytetit tonë. Ne nuk e bëjmë dot zhvillimin vetëm. Ne nuk e bëjmë dot zhvillimin vetëm me një kryetar ose vetëm me një kryeministër. Ne bëjmë ekip. Dhe ekipi jon është ky ekip që duhet jetë në Parlamentin Shqiptar. Sa më fort jetë ekipi i Shkodrës në Parlamentin Shqiptar, aq më fort është Shkodra në zhvillimin e vet. Ne duhet nxjerrim 6 deputet për Shkodrën, 6 karrige të Parlamentit Shqiptar duhet jenë shkodran, të cilët janë përfaqësues të Partisë Socialiste. Ju garantoj se ata do punojnë se janë një ekip me mua. Mbështetja e banorëve të kësaj zone dhe entuziazmi i banorëve rrit pritshmëritë që Partia Socialiste ka për një rezultat pozitiv në zgjedhjet e 11 majit në të gjithë qarkun e Shkodrës.